Në fakt, do më thonë, kjo ideja për me qenë maskota, do më thonë, me kom pas pak ma mëti, kur e kom paraqit, do më thonë, me shoqni, tani masanej nuk është fort që kena menua edhe në i vështirësina, e kena hap, do më thonë, i kemi mbledh paret për mi ble maskotat, për me ble zërimin, do më thonë, e kena zërimin profesional, edhe gjithë shka, do më thonë, po nuk është që... A ka qenë fështirë, për shamu grumbullimi i të hollave për me siguru maskotat, zërimin, për gjanat elementare që ka bëjnë, sepse si biznes kuptohet që keni me u zhvillu me kalimin e kohës, edhe shërbimet që i ofroni, edhe maskotat, edhe kostumet, edhe gjithë shka tjetër, po fillimi për me, vese për me startu, a ka qenë i fështirë? Po tash, normalisht, fillimi është pak i fështirë, po me punën deri që tash sa na kanë thirë, sa kemi, adin nuk ka qenë edhe fort problem. Më thonë tash nave që kemi gati 10-11 maskota, plus që në të ardhë halat reja, do më thonë maskota, e kemi